Mazhoranca kujtoi sot ngjarjet e 15 viteve më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit ku mbetën të vrarë 4 protestues. Kryeministri Edi Rama tha se 21 janari mbetet grope hapur që vë në dyshim moralin e drejtësisë së re. Opozitës akuzon Edi Ramën si përgjegjës për ngjarjet e 21 janarit, sa i përket Bordit të Paqes. Berisha vlerëson përpjekjet e presidentit Trump për t'i dhënë fund luftrave në botë, por denoncon përpjekjet e Ramës për ta miratuar atë me urgjencë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në fjalën e tij drejtuar udhëheqësve botror në Davos tha se Europa nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ai theksoi se dëshiron negociata të menjëhershme për të blerë Groenlandën, ndërsa përjashtoi përdorimin e forcës për ta marrë atë. Qeveria nuk ka humbur kohë dhe ka miratuar në kohë rekord marrëveshjen për antarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes, nis me presidentin Trump. Dokumenti do të votohet nesër me procedurë të përshpejtuar nga Kuvendi, i cili do të mbajë 2 seanca. Vajza dhe dhëndri i presidentit Trump, Ivanka Trump dhe Jared Kushner po zhvillojnë sot një vizitë në Vlorë. Ata do të takojnë përfaqësuesit e 60 studiove arkitekturore për të diskutuar lidhur me investimin në projektin turistik të Sazanit dhe Zvërnecit. Tonelata të tëra me mbetje plastike kanë pushtuar sërish bregdetin e Adriatikut në kryeqytetin e lumenjve Vjoz dhe Seman. Autoritetet vendore janë angazhuar sërish me pastrimin dhe apelojnë qytetarët të mos hedhin beturina përgjatë lumenjve. Bordi ndërkombëtar i shoqatave të futbollit ka miratuar rregullat e reja në futboll, të cilat synojnë rritjen e efikasitetit dhe ritmin e lojës. Tashmë rivëniet anësore dhe ato fundore do të jenë me kufizim kohe. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Mazhoranca ka kujtuar sërish sot ngjarjet e 15 viteve më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit ku mbetën të vrarë 4 protestues. Në ceremoninë e organizuar në kryeministri, kreu i qeverisë Edi Rama tha se 21 janari do të mbetet grope hapur që vë në dyshim moralin e drejtësisë së re. Edi Rama i priti sërish në kryeministri si çdo vit edhe këtë 15 vjetor. Familjarët e 4 të vrarëve në protestën e 21 janarit, të thirrur nga ai vet si kreu i opozitës në ato kohë. Por si çdo vit, kryeministri kujtoi se si u qullua me plumba të vërtet nga Garda e Republikës, e urdhëruar sipas tij nga kryeministri asaj kohe mbi protestuesit e paarmatosur, të cilët po shpërndaheshin. Njeriu i futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigje me plumb ballit ndaj protestës. Tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve se të vriste me të vërtet. E pas 15 vjetësh, Edi Rama thot se del përpara familjarëve të 4 dëshmorëve me një peshë të rëndë, që drejtësia e re ka sjellë një padrejtësi të madhe për këtë krim shtetëror. Atyre 4 pjesëve të shpirtit tuaj, cilave u janë tretur trupat nën dhe, nuk u ka ardhur koha ende të prehen qetë, sepse as përmbysja e sistemit vjetër të drejtësisë, as pavarësimi i pushtetit gjyqësor nuk kanë mjaftuar gjermësot për ta zhdukur hijen e padrejtësisë. Kryeministri kujton Spakut që është ende në fazën e hetimeve për 21 janarin, nxitimin e madh për të futur në paraburgim zyrtar të lartë, ndërkohë që për krimet kryera në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ritmi i tyre është një breshke. Nuk e kam menduar, them të vërtetën, që reforma në drejtësi, për cilën 20 janari si nevojë prioritare e jona për drejtësi, ka qenë njëri prej burimeve të energjisë dhe të vendosmërisë sonë për ta çuar përpara të reformë. Nuk do të ngrinin asnjë akuzë të vërtetë për 20 janarin, as pas 15 vjetësh. Kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime. Ndërkohë që në emër të drejtësisë
dhe vetën të drejtësisë, ne u bëjmë atyre veç duvara dhe hosanara dhe u paguajmë rroga ku e ku më të larta se sa vetes dhe vetë Presidentit Republikës. Kujt i kërkon llogari përse nuk ka një vendim përfundimtar për vrasjet e 21 janarit, Rama i tregon adresën e SPAK-ut, e ndërsa referuar historisë thot se krimet shtetërore edhe pse gjithmonë kanë marrë kohë për të ndëshkuar, drejtësia gjithmonë shkon në vend. Që deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Të tjerat përpara 20 janarit janë si hetimet dhe gjyqi i kafeve të Nexhmijes. Pas fjalimit, si çdo vit u bën omazhe në vendet Kuran, Ziver Veizi, e Kuran Deda, Alex Nika dhe Faik Myrtaj. Por kreu i opozitës Ali Berisha akuzon Edi Ramën si përgjegjës për ngjarjet e 21 janarit. Ndërkohë sa i përket ftesës së Bordit të Paqes, Berisha vlerëson përpjekjet e presidentit Trump për t'i dhënë fund luftrave në botë, por denoncon përpjekjet e Ramës për ta miratuar atë me urgjencë. Konferenca e kësaj të mërkure e Sali Berishës përkoi me 15 vjetorin e protestës së 21 janarit, ku kryedemokrati ripërsëriti akuzat në adresë e Edi Ramës, si organizatori të bimit të dhunshëm që tha se kishte vetëm një qëllim. Pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. Është përgjegjës kryesor për protestën e dhunshme që thirrri, me një agjet të caktuar. Nuk blindoja dyrun, blindisha vetu, nuk bëja këtë frikacak, që jam bath. Kam kërkuar që atë natë, hetim ndërkombëtar, kam shkuar dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje. Nga Selia Blu, Berisha tha se Partia Demokratike do të mbështesë përpjekjen për paqe në Gaza të presidentit Trump, duke lënë të hapur mundësinë e votës pro në parlament të marrëveshjes për adherimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Por kryedemokrati shtoi se ftesa që shefi i shtëpisë së bardhë ka bërë Shqipërisë për të qenë pjesë e kësaj strukture, nuk e forcon as pak pozicionin e kryeministrit në arenën ndërkombëtare. Në Shqipëri, shefi i ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ftesa në këtë rast i takon kryetarit të qeverisë. Parimisht, ne mbështesim plotësisht dhe vlerësojmë lart planin për paqe të presidentit Trump. Qofse e bën me urgjencë dhe ta bëj, asgjë nuk e shpëton. Asnjë bord, asnjë vizitë, asnjë takim nga verdikti i datës 24. Berisha foli edhe për verifikimin e kryer nga prokuroria e përgjithshme lidhur me dënimin e dhënë në Greqi ndaj gjyqtares Irena Gjoka, duke hedhur akuza për zvarritje të procesit dhe përdorim politik nga ana e kryeministrit Rama. Falsifikatorja ka përgjegjësi penale për të gjitha këto falsifikime të bëra me qëllim për të shkërbyer politikisht Edi Ramës dhe për të shpëtuar drejtësisë. Natyrisht, ajo, siç e dini, ka kontraktuar disa muaj më parë Altin Troplin si avokat. Teksa kushtetuesja pritet të shprehet për çështjen Balluku. Berisha akuzoi kryeministrin për presion dhe togave të zeza. Një presion të gjithanshëm banditesk publik privat ndaj gjykatës kushtetuese. Edi Rama kërkon me çdo kusht të mbrojë Lubin. Edhe në këtë dalje, kryedemokrati bëri thirrje që në 24 janar, përmes kryengritjes paqësore, shqiptarët të largojnë nga pushteti atë që ai e cilëson narkoregjim të Edi Ramës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në fjalën e tij drejtuar udhëheqësve botëror në Davos, tha se Europa nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ai theksoi se dëshiron negocim të menjëhershëm për të blerë Groenlandën, ndërsa përjashtoi përdorimin e forcës për ta marrë atë. In World War II, Në luftën e dytë botërore, Groenlanda ra për 6 orë në duart e Gjermanisë naziste. U detyruan Shtetet e Bashkuara të ndërhyjnë për të shpëtuar një copë akulli dhe ja kthyen Danimarkës pas luftës dhe lanë aty një bazë ushtarake për ta mbrojtur. Sa mos mirënjohës janë tani ata. Ne tani na duhet vetëm për çështje sigurie nga rreziku i Kinës dhe Rusisë. Vetëm ne mund ta mbrojmë atë dhe po kërkojmë me negociata që ta marrim në dorëzim. Qeveria nuk ka humbur kohë dhe ka miratuar në kohë marrëveshjen për anëtarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes nis me presidentin Trump. Dokumenti do të votohet nesër me procedurë të përshpejtuar nga Kuvendi, i cili për këtë qëllim do të mbajë edhe 2 seanca. Ndërkohë, televizionin Klan ka siguruar relacionin që shoqëron marrëveshjen.
Qeveria ka miratuar vetëm 5 ditë pas mbërritjes së ftesës nga presidenti Donald Trump dokumentin që jap rrugën e antarësimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. Televizioni Klan disponon relacionin e përgatitur nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme për marrëveshjen, e cila është hartuar në përputhje me 90 të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare, e ku parashikohet që vendi ynë do të përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama në kartën e Bordit të Paqes. Kjo marrëveshje synon krijimin e Bordit të Paqes si një organizatë ndërkombëtare. Statusi antarit themelues, thuhet në këtë relacion i jep Shqipërisë një rol aktiv dhe të barabartë në arkitekturën vendimarrëse të këtij mekanizmi ndërkombëtar. Në dokument po ashtu thuhet se çdo shtet antar ka një mandat 3 vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të kartës, subjekti i rinovueshëm nga kryetari i Bordit të Paqes, që është Donald Trump. Ky afat 3 vjeçar nuk zbatohet për shtetet anëtare, të cilat kontribuojnë më shumë se $1 miliard amerikan në fonde monetare brenda vitit të parë nga hyrja në fuqi e kartës. Bërja palë në këtë kartë, shkruhet në relacionin e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, do të shoqërohet me efekte financiare për vendin tonë, të cilat do të derdhen në formën e kontributeve vullnetare nga çdo shtet antar. Kosto këto, të cilat nuk janë të parashikuara në këtë moment, kur miratohet nga qeveria marrëveshja. Por ashtu si kryeministri, edhe parlamenti nuk ka humbur kohë. Ratifikimi i marrëveshjes do të bëhet ditën e nesërme nga Kuvendi. Në orën 10 do të zhvillohet seanca plenare ku kryeparlamentari Niko Peleshi do të lajmërojë mbërritjen nga Këshilli i Ministrave të marrëveshjes për antarësimin në kartën e Bordit të Paqes, për të cilën të duhet të ndiqet procedurë e përshpejtuar për miratim. Menjëherë pas seancës do të mblidhet Komisioni i Jashtëm dhe ai i ligjeve për ta shqyrtuar dhe miratuar. Dhe po brenda mesditës së nesërme, parlamenti do të rimblidhet në seancë plenare për ta miratuar marrëveshjen dhe duke u bërë në këtë mënyrë i pari shtet që antarësohet zyrtarisht në iniciativën e presidentit amerikan për Bordin e Paqes. Një ftesë për të qenë pjesë e Bordit të Paqes e ka marrë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo e quan këtë një iniciativë historike dhe shprehet se Kosova mbetet një aleat i palëkundur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka marrë ftesë nga presidenti i SBA-s Donald Trump për të përfaqësuar Kosovën në Bordin e Paqes për gazën si antare themeluese. Osmani ka cilësuar këtë ftesë si një zhvillim me rëndësi historike për Kosovën, duke theksuar se bëhet fjalë për antarësim në një organizatë ndërkombëtare të themeluar nga SBA-ja dhe ku Kosova është përfshirë që në fazën themeluese. SBA-t ka përzgjedhur pikërisht Kosovën në mesin e disa shteteve që janë antare themeluese, duke pasur parasysh përvojën e Kosovës në shtet ndërtim, në ndërtim të paqes, në ndërtim të aleancave, përvojë kjo që do të mund të ndihmojë në ndërtimin e paqes edhe në vende të tjera të botës. Ka vlerësuar se kjo iniciativë e re ndërkombëtare ka potencial të jetë një nga më të suksesshme në historinë moderne. Kam besim të plotë që kjo organizatë ndërkombëtare do të jetë një ndër organizatat më të suksesshme në historinë moderne të botës. Më herët në këtë bord është ftuar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në Bordin për Paqe deri tash janë ftuar lider nga rreth 60 vende të botës, prej të cilave 3 kanë refuzuar. Kryeministri Edi Rama ka uruar presidenten e Kosovës Vjosa Osmani për marrjen e ftesës për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Në një mesazh në rrjetet sociale, Rama thotë se ky është një gjestë e domethënës i presidentit Trump ndaj Kosovës që forcon më tej marrëdhënien e Amerikës mike me popullin shqiptar, por që edhe jep një sinjal domethënës për sigurinë e përkatësinë e Kosovës në hapësirën e interesit të gjerë amerikan në botë. Dua të besoj se faktorët politik të Kosovës do të çmojnë këtë dorë të shtrirë nga presidenti i SBA-s si gjestë që nuk është as pak pa lidhje edhe me respektin për ty personalisht e për rolin të ndërkombëtarisht, shkruan Rama. Vajza dhe dhëndri i presidentit Trump, Ivanka Trump dhe Jared Kushner po zhvillojnë sot një vizitë në Vlorë. Ata do të takojnë përfaqësuesit e 60 studiove arkitekturore për të diskutuar lidhur me investimin në projektin turistik të Sazanit dhe Zvërnecit. Vlora ka marrë sërish një vëmendje të shtuar ndërkombëtare pasi vajza e presidentit Trump, Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, kanë mbërritur këtë të mërkurë në qytetin bregdetar mes masash të larta sigurie.
Ata janë akomoduar fillimisht në zonën e ujit të ftohtë në një prej hoteleve luksoze. Mësohet se vizita e çiftit Trump-Kushner lidhet drejt për drejt me investime strategjike në sektorin e turizmit në Shqipëri. Ata do të zhvillojnë një takim me studio arkitekturore për të diskutuar rreth mënyrës realizimit të projekteve turistike në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec. Për këto projekte janë ftuar të marrin pjesë mbi 60 studio arkitekturore, vendase dhe ndërkombëtare, të cilat do të prezantojnë ide dhe koncepte zhvillimi me standarde të larta, duke kthyer jugun e Shqipërisë në një destinacion të turizmit luksoz. Dhëndri i presidentit amerikan ka marrë statusin e investitori strategjik vitin e kaluar, pas prezantimit të projektit të tij turistik në ishullin e Sazanit, me një sipërfaqe prej 562 hektarësh, i cili është përdorur vetëm si bazë ushtarake. Vlera e investimit parashikohet të jetë 1.4 miliard euro. Projekti parashikon marinë turistike, struktura akomoduese elitare, rezidenca me standard të lartë, zona gastronomike dhe zona shplodhëse me shërbime në funksion të tyre. Kushner ka prezantuar edhe një projekt të dytë në Shqipëri, në zonën e Zvërnecit, duke planifikuar ndërtimin e disa resorteve me afro 10.000 dhoma hotelesh dhe vila. Ndërkohë, kjo nuk është hera e parë që çifti Trump-Kushner vizitojnë Shqipërinë. Më herët ata janë pritur edhe nga kryeministri Edi Rama. Në një nga prononcimet e tij për mediat ndërkombëtare, Kushner ka rrëfyer se idetë për të realizuar projekte në fjalë i lindën gjatë hulumtimeve me mikun e tij, Richard Grenell. Shqipëria ka çelur pavionin e saj në panairin ndërkombëtar të turizmit që po mbahet në Madrid. Ministri i Turizmit u shpreh se vendi i ynë ka shtrirë ofertën turistike përgjatë gjithë vitit. Shqipëria është bërë pjesë e panairit ndërkombëtar të turizmit në Madrid. I pranishëm në këtë panair Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha se Shqipëria është prezantuar në këtë event me stendën e saj përmes përvojave autentike, duke u pozicionuar si një destinacion gjithvjetor dhe gjithpërfshirës. Çelim pavionin e Shqipërisë me Albania All Senses, me një numër agjensish, partnerësh, shoqata që vijnë nga tour operator dhe nga gjithë ata që menaxhojnë turizmin. Sipas ministrit Gonxha, panajire të tilla përveç njohjes ndërkombëtare të Shqipërisë turistike, shërben edhe për shkëmbimin dhe kontakte të reja me investitorë të botës së turizmit, ku për Shqipërinë një fokus i veçantë tashmë mbetet edhe turizmi dimëror. Duhet të rrisim kapacitetet e hoteleve tona gjatë sezoneve për pjesën më të vështirë që është ajo e pjesës së dimrit për ne. Aktualisht në Shqipëri në tërësinë e turistëve, 10% janë turizëm i planifikuar me rezervime, që sipas ministrit Gonxha është një shifër që duhet të rritet së bashku me strukturat akomoduese duke sjellë më shumë investime të qëndrueshme. Komisioni i ligjeve ka miratuar propozimin e qeverisë për dekriminalizimin e shpifjes si vepër penale për gazetarët. Ky ndryshim në kodin aktual penal erdhi si një paketë amendimesh që Ministria e Drejtësisë ka dërguar në parlament. Ato parashikojnë ashpërsimin e veprave penale me natyrë seksuale në raport me fëmijët, trafikimin e qenieve njerëzore apo shfrytëzim e njeriut. Amendimet të tjera që u miratuan ishin ato që synojnë ashpërsimin e sanksioneve për zaptimin e palishëm të tokës dhe ndërtimet pa leje në mënyrë të veçantë për zonat e mbrojtura. Jo vetëm me gjoh, por dënime të ashpra deri me burg do të ketë edhe për parkim të dyfish në rrugët e posaçme, për mjetet e urgjencës, zjarfikësve apo transportit publik. Ndryshimet vijnë si detyrimi i kritereve të ndërmjetëve të negociatave, për këtë arsye nuk u prit edhe miratimi i kodit të ri penal. Gjykata e posaçme dënoi me 130 vite burg 5 të akuzuar të tjerë për vrasjen e ish policit Santiago Malco. Dënimin më të rëndë e mori Leonard Duka, i cili do të vuajë 30 vite heqëlirie, ndërsa vëllai i tij u shpall i pafajshëm. 130 vite burg në total i dënoi gjykata e posaçme 5 të akuzuarit se vranë në gushtin e 2019-s ish policin Santiago Malco në Tiranë. Dënimi më i rënd u caktua nga treshja e gjyqtarëve për Leonard Dukën, i cili duhet të vuajë 30 vite heqëlirie si personi që organizoi atentatin në shenjë hakmarrje. 4 të tjerë të cilët janë në kërkim dhe u gjykuan në mungesë u dënuan me nga 25 vite burg. Për këtë ngjarje u akuzua edhe Erlis Duka, vëllai i Leonard Dukës, por gjykata e gjeti të
fajshëm atë për të gjitha akuzat dhe shuajti masën e sigurisë arrest në burg. SPAK kishte kërkuar dënime më të rënda për të pandehurit. Për ngjarjen më herët është dënuar Blendi Teta me 25 vite burg. Hetimet treguan se të akuzuarit i dolën në prit Santiago Malkos në rrugën Xhanfize Keko, teksa ai po lëvizte me makinë, duke qelluar me breshëri plumbash. Shkak për vrasjen sipas SPAK u bë përplasja e grupeve kriminale që vepronin në Tiranë. Veriu dhe juglindja e vendit u përfshin për gjatë natës nga rreshjet e Dëborës me intensitet të lartë, ndërkohë akset rrugore janë hapur, por autoritetet bëjnë thirrje për të qarkulluar me goma dimërore dhe zinxhir, ndërsa në fshatra në qarkun e Korçës patën ndërprerjet e energjisë elektrike. E mërkura ka rikthyer rreshjet e Dëborës në vend në veri dhe juglindje për shkak të rreshjeve janë krijuar probleme në qarkullimin e mjeteve. Në darkë të Korçës Dëbora ka arritur në 50 cm, ndërsa autoritetet po bëjnë pastrimin e rrugës dhe këshillojnë drejtuesit e automjeteve të përdorin goma dimërore dhe zinxhir. Në Voskopoj rreshjet e Dëborës kanë arritur deri në 8 cm. Në Korçë problem mbetet gjithashtu furnizimi me energji elektrike. Në 9 fshatra 743 abonentë nuk kanë energji elektrike. Rreshjet Dëbore me intensitet mesatar kanë përfshirë edhe qarkun e Dibrës, ku në zonat malore trashësia e Dëborës varion nga 5 deri në 15 cm. Rruga e Arbrit është e kalueshme, por probleme paraqiten në kilometrin nga pishat e Bulqizës deri tek tuneli në qafën e Buallit, për shkak të erës që grumbullon Dëborën në trupin e rrugës. Sipas sinoptikanëve, ky mot i paqëndrueshëm me rreshje të pakta shiu dhe Dëbore do të na shoqërojë gjatë gjithë javës. Territori shqiptar është përfshirë nga një mot i paqëndrueshëm, duke bërë që të kemi vranësira të shpeshta, të cilat her pas here pësojnë zhvillime, duke bërë që në ulëtësirën perëndimore të kemi rreshje në sasira të pakta, ndërsa në zonat malore kemi rishfaqje të rreshjeve të Dëborës. Situata pritet të përkeqësohet në fundjavë, ku rrezikohet të ketë vërshime të ujit në disa zona. Dita e diel është ajo e cila të cilë rreshjet të cilat janë më të konsiderueshme, pasi do her pas here do të jenë edhe në formën e rebesheve. Pritet që kryesisht në veri perëndim të territorit shqiptar dhe pjesërisht edhe në ulëtësirën perëndimore her pas here të kemi edhe vërshime të ujit nëpër qytete. Po ashtu problem do të jetë edhe fuqia e erës që do të arrijë në 75 km/h. Tonelata të tëra me mbetje plastike kanë pushtuar sërish bregdetin e Adriatikut në grykderdhjen e Vjosës dhe të Semanit. Autoritetet vendore janë angazhuar sërish me pastrimin dhe apelojnë qytetarët të mos hedhin mbeturina përgjatë lumenjve. Rreshtet intensive dhe vala e dytë e përmbytjeve në Fier kanë rikthyer problemin e ndotjes mjedisore. Vërshimet e lumenjve Vjosë dhe Seman kanë sjellë në grykderdhjet e tyre tonelata mbetjesh të marra përgjatë rrjedhës, të cilat hidhen kudo me papërgjegjshmëri. Siç duket në këto pamje, vija bregdetare është mbuluar nga plastika e mbetje të tjera. Bashkia e Fierit ka nisur një aksion tjetër pastrimi në bregdetin e Darzesës për të vazhduar më pas në Seman. Duhet bërë një sensibilizim qytetarëve që të mos hedhin mbetje në gjatë lumenjve. Këto mbetje, pasi të mblidhen me punëtorët, me mjetet e bashkisë, do çohen direkt në incinerator. Kjo situatë me brigje detare përsëritet vazhdimisht pas shtimit të prurjeve të lumenjve, si pasojë e rreshjeve të shiut, duke shkaktuar katastrofa mjedisore. Në dhjetor të vitit të kaluar, mbetjet pushtuan vijën bregdetare të Adriatikut, duke i dhënë destinatorëve më të njohura që gjatë verës presin qindra e mijëra turistë pamjen e një landfilli. Madje mbetjet shkuan përtej detit deri në Kroaci. Mjedisi është konsideruar edhe nga kryeministri Edi Rama si një nga sfidat më të mëdha sa i përket përmbushjes së kërkesave për procesin e integrimit. Banka e Shqipërisë ka ulur intensitetin maksimal, interesin maksimal të lejuar për kredit e vogla konsumatore, masa synon që të mbrojë qytetarët nga kostot e larta të huamarrjes, por edhe të nxjisë konsumin. Por ekspertët kërkojnë kujdes pasi ekspozimi i tepërt mund të rrisë kredit me probleme.
Interesi maksimal i lejuar për kredite vogla konsumatori është ulur sërish. Sipas vendimit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, tavani i interesit zbret në 54.8% nga 62.2% që kishte qenë në gjysmën e dytë të vitit 2025. Ekspertët e financave shohin këtë zhvillim si një nxitje të drejtpërdrejtë të konsumit, duke u dhënë familjeve më shumë hapësirë për të mos u privuar nga shërbime përtej atyre bazë. Por që kjo tendencë në qytetarët shqiptar shihet në rritje, pra tendenca për të shfrytzuar kanalet financiare për të financuar kryesisht ato shpenzimet operative. Por që mendoj që ky është një trend që të vijojë në vend, përsa kohë të ardhurat e disponueshme qytetarëve shqiptar vijojnë që ndrojnë nivele modeste. Të dhënat mujore të Bankës së Shqipërisë tregojnë se kredit konsumatore për individët kanë shënuar një rritje krahasuar me vitin e kaluar, duke reflektuar kërkesën për financim të shpenzimeve. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se huamarrja duhet të bëhet me kujdes, veçanërisht në kushtet aktuale ekonomike ku pasiguritë mbeten të pranishme. Duket si një iniciativë për të mbajtur të karikuar konsumin përmes kredisë, por që duhet kuptojmë që kjo është një instrument afatshkurtër, sepse shumë shpejt mund të shojë drejt një ngërçi dhe një situate të rritjes së kredive me probleme. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë në vrojtimin e aktivitetit kreditues raporton se në fund të vitit 2025 bankat lehtësuan kreditimin për bizneset duke rritur miratimet për kredi për investime dhe likuiditet, ndërsa për individët vetëm kreditimi për blerje banese u shfaq më i shtrënguar për shkak të kufizimeve rregullatore. Dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirë u takofshim.